Ishte thjesht një tjetër mëngjes me shi në një shtëpi tepër të heshtur. Por diçka në atë filxhan çaji fshite një sekret të errët. Me çdo gëllënik, shëndeti i zonjës së moshuar dukej se shuhej bashkë me besimin. Dhe ishte guximi i personit të vetëm të padukshëm në shtëpi ai që ndryshoi rrjedhën e gjithçkaje. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Shiu binte me forcë mbi dritaret e vilës në rrugën e ambasadave në Tiranë, kur Mirela mbërriti për një tjetër ditë pune. Ishte ora 6 e mëngjesit të një të hënë të zymt, dhe ajo shtëpi madhështore, me 3 katet dhe kopshtet që dukeshin si të dala nga revistat, ishte zgjuar tashmë. Porta elektronike u hap ngadalë dhe ajo hyri nga dera anësore, siç bënte gjithmonë prej 4 vitesh. Mirela nuk e përdorte derën kryesore. Punoniset e shtëpisë nuk e përdornin kurrë. Në moshën 43 vjeçare, Mirela mbante në duart e saj të kallojzuara dhe në sytë e lodhur historinë e dikujt që kishte punuar që në moshë të re. Kishte filluar në moshën 15 vjeç në një shtëpi familjare në kombinat dhe që atëherë kishte kaluar në për 10 shtëpi, gjithmonë në të njëjtin rol, gruaja e padukshme që linte gjithçka të shkëlqente. Ajo e njihte çdo cep të asaj vile më mirë se vetë pronarët. E dinte se ku kërcisnin shkallët, cili rubinet pikonte në mesnat dhe si dielli i pasdites ndriçonte korridorin e katit të dytë, duke krijuar vizatime të arta në dyshemen e mermer. Shtëpia i përkiste Arben Gashit, një biznesmen 48 vjeçar që kishte ndërtuar nga zeroja një nga kompanitë më të mëdha të teknologjisë në vend. Ai ishte tipi i burrit që shfaqej në kopertinat e revistave të biznesit, gjithmonë me atë buzëqeshje plot vetbesim dhe xhaketën pa asnjë rrullë. Arbeni kishte një histori suksesi që të prekte. Djali i një robaqepseje nga Korça ishte rritur duke parë të ëmën të punonte deri në orët e vona për të mbajtur familjen pasi babai i kishte braktisur. Zonja Drita, e ëma, ishte një grua e thjeshtë që shiste rroba derë më derë, duke mbajtur 2 çanta të rënda nëpër lagjet e Korçës, në diell a në shi. Kur Arbeni më në fund u pasurua, mendimi i tij i parë ishte ta shpëtonte të ëmën nga ajo jetë e vështirë. Prej 6 muajsh, zonja Drita ishte transferuar në vilën në Tiranë. Në moshën 72 vjeçare, ajo meritonte të pushonte, u thoshte Arbeni të gjithëve që donin ta dëgjonin. Dhe Mirela shihte emocionin e vërtet në sytë e tij kur fliste për të ëmën. Ishte dashuri e vërtet, nga ato që lindin nga mirënjohja e thellë. Por jo gjithçka në vil ishte ashtu siç dukej. Mirela hyri nga kuzhina, hoqi pallton e lagur dhe e vari në karrige. Shtëpia ishte tepër e heshtur për atë orë. Normalisht, zonja Drita do të ishte zgjuar tashmë, duke u marrë me diçka, duke u përpjekur të ndihmonte edhe kur Mirela këmbëngulte se nuk ishte nevoja. E moshuara ishte kokfort, sipas atij zakoni korçar që nuk e linte të rrinte pa punë. I pëlqente të bisedonte, të tregonte histori të kohëve të vjetra, të ofronte kafe me revani që e bënte vetë fshehurazi, sepse nusja e djalit nuk e miratonte. Valbona, gruaja e Arbenit, ishte e kundërta e gjithçkaje që përfaqësonte zonja Drita. E dobët, elegante, gjithmonë e parfumosur dhe e rregulluar edhe brenda shtëpisë, ajo vinte nga një familje tradicionale tiranase. E diplomuar për administrim biznesi në një universitet privat të shtrenjtë, fliste 3 gjuhë të huaja dhe kishte atë sjelljen e dikujt që kishte lindur duke e ditur se bota ishte në dispozicionin e saj. Ishte martuar me Arbenin 5 vjet më parë në një ceremoni madhështore që doli në të gjitha portalet e showbizit. Në atë kohë, ai po fillonte të shkëlqente në biznes dhe ajo ishte gruaja e përsosur për ta shoqëruar, e bukur, e kulturuar. Me lidhje të mira. Mirelës i ishte dukur gjithmonë tepër e ftohtë Valbona. E sjellshme, pa dyshim, por kishte diçka në sytë e saj që nuk buzëqeshte kurrë me të vërtetë. Dhe që kur kishte ardhur zonja Drita, kjo ftohtësi ishte shndërruar në diçka tjetër. Diçka që Mirela nuk arrinte ta emërtonte, por që e shqetësonte thellësisht. U ngjit shkallëve për në katin e dytë, ku ndodhej dhoma e zonjës Drita. Dera ishte e mbyllur. Trokiti lehtë dhe dëgjoi një zë të dobët nga ana tjetër. Kur hyri, e gjeti të moshuarën ende në shtrat të zbehtë, me radhë të zinj poshtë syve. Mirëmëngjes, zonja Drita. Nuk jeni mirë sot? Mirela, bia ime, besoj se kam ngrënë diçka që më ka bërë keq. Kam kaluar gjithë natën me stomakun përmbys. Dhe koka duket sikur kam një peshë brenda saj. Mirela ndjeu një shtrëngim në gjoks. Nuk ishte hera e parë.
Javët e fundit, zonja Drita kishte shfaqur këto simptoma me një frekuencë gjithnjë e më të madhe. Të përziera, marramendje, konfuzion mendor. Arbeni e kishte çuar të ëmën te mjeku 2 herë dhe në të dyja rastet diagnoza ishte e paqartë, ndoshta ishte mosha, ndoshta stresi i ndryshimit të ambientit, ndoshta fillimi i ndonjë mungese vitaminash. Analizat nuk treguan asgjë serioze. Por Mirela kishte vënë re një detaj që askush tjetër nuk dukej se e vinte re. Zonja Drita përkeqësoi gjithmonë pasi pinte çajin e pasdites që Valbona ia përgatiste posaçërisht asaj. Në fillim, Mirela mendoi se po imagjinonte gjëra. Në fund të fundit, kush ishte ajo për të dyshuar të zonja e shtëpisë, një grua e respektuar, e edukuar, që jetonte në një vilë dhe kishte gjithçka. Por dyshimi vazhdoi të rritej si një barishte e keqe që mbin mes të çarave të tokës. Do t'ju bëj një çaj kamomili, tha Mirela, duke rregulluar jastëkët. Dhe sot do të rini në shtrat duke pushuar. Unë kujdesem për gjithçka. Faleminderit, bija ime. Ti je një engjëll. Nuk e di ç'do bëja pa ty këtu. Ato fjalë e prekën thellë Mirelën. Zonja Drita e trajtonte si njeri, si të barabartë. E pyeste për fëmijët e saj, i mbante mend emrat e tyre, interesoi me të vërtetë për jetën e saj. Nuk ishte e zakonshme. Në shumicën e shtëpive ku kishte punuar, Mirela ishte thjesht një palë duar që pastronin dhe gatuanin. E padukshme. Por për zonjën Drita, ajo ishte Mirela, një grua me histori, me familje, me ndjenja. Duke dalë nga dhoma, Mirela përpaksa nuk u përplas me Valbonën në korridor. Gruaja ishte pa të meta edhe në atë orë të mëngjesit, me një kostum sportiv të shtrenjtë dhe flokët e lidhur në një bisht kali perfekt. Si është? Pyeti Valbona, por toni ishte më shumë formal se sa i shqetësuar. Sërish keq, zonja Valbona. Tha se ka pasur të përziera gjithë natën. Valbona pshertiu, sikur kjo të ishte një bezdi. Mirela vuri re një shkëlqim të çuditshëm në sytë e saj, një përzierje irritimi dhe diçka e tjetër. Diçka që për një çast ju duk pothuajse si kënaqësi. Duhet të jetë mosha. Të moshuarit bëhen të ndjeshëm. Do t'ja përgatis çajin më vonë, siç bëj gjithmonë. Është e rëndësishme të ruhet rutina. Mirela vetëm pohoi me kokë, por stomaku ju përmbys. Ai çaj. Gjithmonë ai çaj. Dita kaloi ngadalë. Arbeni ishte në një udhëtim pune në Durrës dhe do të kthehej vetëm të nesërmen. Vila dukej më e madhe dhe më e heshtur pa të. Mirela u kujdes për zonjën Drita, i çoi supë të lehtë, i ndërroi çarçafët, e ndihmoi të shkonte në banjë. E moshuara u përmirësua pak gjatë orëve, duke rifituar pak ngjyrë në fytyrë. Rreth orës 5 pasdite, Valbona hyri në kuzhinë. Mirela po lante enët, por nga vendi ku ishte, mund ta shihte banakun e mermert ku zonja e shtëpisë filloi të përgatiste çajin e famshëm. E pa kur Valbona mori çajnikun, vuri ujë për të zier, ndau bustinën e kamomilit. Gjithçka normale deri aty. Por pastaj, kur mendoi se askush nuk po e shikonte, Valbona hapi një sirtar specifik, atë që ndodhej poshtë furrës dhe që askush nuk e përdorte kurrë. Nga aty, nxori një shishe të vogël transparente. Mirela nuk arriti ta shihte mirë se çfarë ishte, por e pa kur zonja e shtëpisë hodhi disa pika në çaj, e përziu me lugë dhe e futi shishen shpejt përsëri në vend. Zemra e Mirelës filloi të rrite me shpejtësi. Ajo u shtir si e përqendruar te enët, por çdo qelisë e trupit të saj ishte në alarm. Valbona përgatiti filxhanin në një tabaka, vendosi 2 biskota të thjeshta anash dhe u ngjit shkallëve. Mirela priti disa minuta. Duart i dridheshin. Koka i rrotulloi. Nuk mund të ishte ajo që po mendonte. Nuk mundej. Po sikur të ishte? Po sikur të mos ishte paranoj? Po sikur zonja Drita të po helmohej brenda shtëpisë së saj, nën çatin e djalit që e donte, nga duart e gruas tek e cila ai besonte verbërisht? Kur Valbona zbriti përsëri, Mirela e dëgjoi të dilte nga garazhi. Po shkonte në palestër, siç bënte çdo pasdite. Kishte të paktën 1 orë e gjysmë kohë. Ishte tani ose kurrë. U ngjit me vrap në dhomën e zonjës Drita dhe hyri pa trokitur. E moshuara ishte gati të çonte filxhanin në buzë. Pritni, zonja Drita. Mos e pini. E moshuara e shikoi e trembur. Mirela ja mori filxhanin nga duart me kujdes, lëngu ende avullonte.
Pse, bia ime? Është shumë i nxehtë. Mirela nuk dinte çfarë të thoshte. Nuk mund të akuzonte pa prova. Por gjithashtu nuk mund të linte atë grua të pinte më nga ai lëng. Më lejoni t'ju aftoh pak. Dhe do t'ju sjell çajin që përgatita vetë në mëngjes, që është më i shijshëm. Zonja Drita buzëqeshi, pa dyshuar asgjë. Mirela zbriti me filxhanin, e derdhi për mbajtjen në tualet dhe e lau shumë mirë. Pastaj shkoi drejt në kuzhinë dhe hapi sirtarin poshtë furrës. Aty ishte një shishe e vogël, transparente, pa etiket, me një lëng pa ngjyrë brenda. E mori me një pecet kuzhine, duke ndjer peshën e dyshimeve të saj të shndërroheshin në siguri. I duheshin prova. Duhej të kuptonte se çfarë po ndodhte. Dhe, mbi të gjitha, duhej ta mbronte zonjën Drita me çdo kusht. Sepse në atë vil me mermer dhe kopshte perfekte, dikush po kurdiste diçka të tmerrshme, dhe i vetmi person që dukej se e kuptonte ishte ajo, gruaja e padukshme që pastronte cepat dhe dëgjonte atë që askush tjetër nuk e dëgjonte. Atë natë, Mirela mezi arriti të flinte. E fsheu shishen në çantën e saj dhe vendosi që të nesërmen në mëngjes, kur të kthehej Arbeni, duhej të gjente një mënyrë për ta bërë atë të shite atë që po shite ajo. Por si ta bëjë një burr kaq të suksesshëm, kaq të sigurt në vetvete, të besonte se gruaja e tij, gruaja që flinte pranë tij çdo natë, mund të përpiqej t'i bënte keq vjerrës së saj? Ishte një luftë e pabarabartë. Mirela, me pagën e saj minimale dhe jetën e thjeshtë, kundër Valbonës, me mbiemrin e saj tradicional dhe pozitën shoqërore. Por nëse kishte një gjë që Mirela kishte mësuar në jetë, ishte se nuk mjaftonte të ishe i fortë për të fituar. Duhej të ishe i zgjuar. Dhe kishte ardhur koha të provonte se, ndonjëherë, ai që sheh më larg nuk është ai që është në maj, por ai që është në tokë, duke vëzhguar çdo hap që hidhet rreth tij. Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për këtë histori dhe si mendoni se do të përfundoj. Agimi erdhi ngadalë mbi Tiranë, duke e ngjyrosur qiellin me portokalli dhe rozë, ndërsa qyteti ende zgjohej. Mirela nuk kishte vënë gjumë në sy gjithë natën. E shtrirë në dhomën e vogël të shërbimit në pjesën e pasme të vilës, ajo qëndroi duke parë tavanin, duke rishikuar në mendje gjithçka që kishte parë. Shishja ishte fshehur në fund të çantës së saj, e mbështjell me një leckë. Ishte një provë, por për çfarë saktësisht? Dhe si të provoje diçka kur fjala jote vlente më pak se heshtja elegante e Valbonës? Në 5:30 të mëngjesit, ajo ishte tashmë në këmbë. Bëri një dush të shpejt, veshi uniformën dhe përgatiti kafen. Rutina e saj ishte automatike pas kaq shumë vitesh, por sot çdo gjë duke i ngarkuar me kuptim. Arbeni do të kthehej në mesditë dhe Mirelës i duhej një plan. Nuk mund të shkonte thjesht dhe të akuzonte gruan e tij. Burrat si Arbeni nuk u besonin punonjësve të shtëpisë. Ata besonin në prova, në logjik, në fakte. U ngjit në dhomën e zonjës Drita në orën 6 fiks. E moshuara flinte e qetë, me frymëmarrje të lehtë. Të paktën dje nuk e kishte pirë atë çaj të mallkuar. Mirela ndjeu një lehtësim të përkohshëm. Por e dinte se nuk mund ta ruante zonjën 24 orë në ditë. Valbona do të gjente një mundësi tjetër. Mëngjesi kaloi në një tension të heshtur. Valbona u zgjua vonë, rreth orës 10, dhe zbriti në kuzhinë e veshur me një robë deshan të bardhë mëndafshi. E përshëndeti Mirelën me një tundje koke të ftohtë dhe përgatiti smothjen e saj të gjelbër si gjithmonë. Nuk e përmendi çajin e dieshëm, as nuk pyeti si ishte zonja Drita. Thjesht u soll sikur asgjë të mos kishte ndodhur, sikur të mos kishte sekrete të kalbura që po prisheshin nën tapetin persian të dhomës së ndenjes. Mirela e vëzhgoi me bisht të syrit ndërsa shtirej se ishte e zënë duke rregulluar qilarin. Valbona ishte në celular duke shkruar mesazhe me urgjencë me fytyrë të tensionuar. Her pas here, ajo shikonte orën në mur, sikur priste diçka ose dikë. Kishte nervozizëm aty, një ankth që ajo përpiqej ta maskonte, por që dilte në pah përmes gjesteve të shpejta dhe mënyrës së si kafshonte buzën e poshtme. Arbeni mbërriti saktësisht në mesditë, siç kishte lajmëruar. Mirela dëgjoi zhurmën e makinës që hynte në garazh dhe tingullin familjar të hapave të tij nëpër korridor. Ishte një burr i gjatë, me shpatulla të gjera, që ecte me vetbesimin e dikujt që kishte ndërtuar një perandori me duart e veta. Kishte veshur një kostum blu të errët dhe mbante një çantë lëkure. Valbona doli për ta pritur me një buzëqeshje që nuk i arrinte në sy.
U puthën shpejt dhe Arbeni pyeti për të ëmën. Nuk është shumë mirë, i dashur. Unë ndje keq përsëri dje. Mendoj se duhet ta çojmë te një specialist të bëj analiza më të detajuara. Mirela ndjeu zemërimin t'i vlonte brenda në gjoks. Si kishte guxim Valbona të shtirej e shqetësuar, të sugjeronte mjek, kur ishte ajo vetë shkaku i vuajtjes së zonjës Drita? Ishte një aktrim perfekt, i denjë për çmim. Arbeni u ngjit menjëherë për të parë të ëmën. Mirela e ndoqi me një tabaka me drekë të lehtë që kishte përgatitur. E gjeti të ulur në cep të shtratit duke i mbajtur dorën të moshuarës me fytyrën e shenjuar nga shqetësimi i vërtetë. Mami, duhet të bëhesh më mirë. Do të lë takim me mjekët më të mirë të Tiranës. Do ta zbulojmë se çfarë po ndodh. Zonja Drita buzëqeshi dobët. Biri im, nuk ka nevojë të shqetësohesh kaq shumë. Duhet të jetë diçka e moshës. Mirela është kujdesur kaq mirë për mua. Arbeni shikoi Mirelën dhe pohoi me kokë me mirënjohje. Faleminderit që kujdesesh për të. E di që mund të kem besim te ju. Ato fjalë i dhanë Mirelës një shkëndijë guximi. Nëse ai i besonte asaj, ndoshta kishte një shans për ta bërë atë të dëgjonte. Por duhej të ishte strategjike. Nuk mund të dukej histerike apo paranojake. Zoti Arben, a mund të flas me ju privatisht më vonë? Ka lidhje me shëndetin e zonjës Drita. Ai ra dakord i shpërqendruar, ende i fokusuar te ëma. Më vonë, Mirela. Tani dua të rri pak me të. Pasditja kaloi në një rutinë të tensionuar. Mirela pastroi gjithë shtëpinë, por mendja e saj ishte diku tjetër, duke provuar në mendje se si do t'i afrohej Arbenit. I duhej më shumë se shishja. I duhej një model, prova që ai nuk mund t'i ignoronte. Atëherë i lindi një ide. Nipi i saj, Genti, punonte si roje sigurie në një ndërtesë zyrash dhe kuptonte nga kamerat dhe teknologjia. Nëse do të arrinte të instalonte një kamerë të fshehtë në kuzhinë, mund ta kapte Valbonën në flagrancë. Do të ishte prova e pakundërshtueshme që i duhej. Në orën 4 pasdite, kur Valbona doli për kursin e saj të pilatesit, Mirela shfrytëzoi rastin për të shkuar përsëri në dhomën e zonjës Drita. E moshuara ishte zgjuar, e ulur në një koltuk pranë dritares, duke parë kopshtin. Zonja Drita, a mund t'ju bëj një pyetje personale? Sigurisht, bija ime. Fol. A keni vënë re ndonjëherë diçka të çuditshme në ushqimin apo pijet që zonja Valbona ju përgatit? E moshuara mendoi për një moment me vetullat e mbledhura. Të them të drejtën, nuk e kisha menduar kurrë, por tani që po thua çaji që ajo bën ka një shije pak të hidhur. Gjithmonë kam menduar se ishte lloji i kamomilit që ajo përdor, por është ndryshe nga ai që pija zakonisht. Pse? Ka diçka që nuk shkon. Mirela nuk donte ta tremte, por i duhej bashkëpunimi i saj. Zonja Drita, do të jem e sinqert me ju. Kam një dyshim shumë serioz, por më duhen prova para se të flas me djalin tuaj. A më besoni? Të besoj më shumë ty se sa shumë njerëzve të tjerë, Mirela. Atëherë, ju lutem, mos pini më asgjë që përgatit zonja Valbona. Thoni se nuk keni oreks, se preferoni ujë. Çfarëdo justifikimi. Por ju lutem, mos e pini. Zonja Drita ja shtrëngoi dorën Mirelës fort, me sytë e zgurdulluar. O Zot, ti mendon se ajo po më bën keq? Mendoj se po, zonja Drita. Dhe do ta provoj. Atë natë, Mirela i telefonoi nipit të saj. Genti mbërriti në vilë rreth orës 11, kur të gjithë ishin në gjumë. Ajo e futi brenda nga dera e pasme dhe së bashku instaluan një kamerë të vogël në raftin e erëzave të kuzhinës, të pozicionuar në mënyrë që të filmonte saktësisht banakun ku Valbona përgatiste çajin. Pajisja ishte e lidhur me celularin e Mirelës, e cila mund të shihte gjithçka në kohë reale dhe të regjistronte. Tani vetëm duhet të presësh, teze. Për çdo gjë të çuditshme, ke si ta provosh. Genti u largua para se të zgjohej dikush dhe Mirela më në fund arriti të flinte disa orë, edhe pse e shqetësuar. Dita tjetër filloi si çdo ditë tjetër. Arbeni doli herët për një mbledhje të rëndësishme. Valbona u zgjua, bëri smoothien e saj, ju përgjigj telefonatave. Zonja Drita qëndroi në dhomë, duke ju bindur kërkesës së Mirelës. Dhe Mirela pastroi, gatoi, rregulloi, por gjithmonë me një sy te celulari i fshehur në xhepin e përparses. Në orën 5 pasdite, ndodhi.
Mirela po lante dyshemen në korridorin e katit përdes kur pa në celular Valbonën të hynte në kuzhinë. Gruaja shikoi përreth duke u siguruar se ishte vetëm. Pastaj, me lëvizje të shpejta dhe të sakta, mori çajnikun, e mbushi me ujë dhe ndezi zjarrin. Ndërsa uji zjente, ajo hapi sirtarin poshtë furrës dhe nxori shishen e famshme. Zemra e Mirelës rahu aq fort sa mendoi se do t'i binte të fikët. Ja ku ishte. Prova. Valbona hodhi disa pika të lëngut pa ngjyrë në një filxhan porcelani, shtoi bustinën e kamomilit dhe ujin e nxehtë. E përzieu mirë, provoi pak në maj të gishtit sikur po testonte temperaturën dhe pastaj rregulloi gjithçka në një tabaka me biskota. Mirela regjistroi çdo sekondë. Duart i dridheshin aq shumë sa për pak sa nuk i ra celulari. Kur Valbona u ngjit me tabakan, ajo vrapoi për ta ndaluar në korridor. Zonja Valbona, më lejoni ta çoj unë. Ju bëni kaq shumë për zonjën Drita. Valbona hezitoi, qartësisht e irrituar nga ndërprerja. Nuk ka nevojë, Mirela. E çoj vetë. Por Mirela ja kishte marrë tashmë tabakan nga duart. Këmbëngul, zonja Valbona. Është pjesë e punës sime. Sytë e Valbonës u ngushtuan, një shkëndijë zemërimi kaloi nëpër fytyrën e saj të grimosur në mënyrë perfekte. Por nuk mund të refuzonte pa u dukur e çuditshme. Ja dorëzoi tabakan dhe u kthye mbrapsht, duke u kthyer në dhomën e saj me hapa të rëndë. Mirela e çoi tabakan në dhomën e zonjës Drita, por nuk e la të moshuarën ta pinte çajin. E derdhi gjithçka në tualet dhe përgatiti një filxhan të ri çaji të vërtet, pa helm, pa gënjeshtra. Në mbrëmje, kur Arbeni u kthye nga puna, Mirela e priste në kuzhinë. Kishte ardhur koha të zbulonte gjithçka. Zoti Arben duhet të flas patjetër me ju. Është urgjente dhe ka lidhje me zonjën Drita. Ai e kuptoi seriozitetin në tonin e saj dhe ra dakord. Shkuan në zyrën e tij, një dhomë me rafte plot me libra dhe një tavolinë të madhe are. Mirela mbylli derën. Do t'ju duket çmenduri ajo që do t'ju them, por betohem për jetën time dhe për fëmijët e mi se është e vërtetë. Gruaja juaj po helmon nënën tuaj. Arbeni u zbe. Si? Mirela, kjo është një akuzë shumë e rëndë. E di, zoti Arben. Dhe nuk do ta bëja nëse nuk do të isha e sigurt dhe nuk do të kisha prova. Ajo i tregoi videon në celular. Arbeni e shikoi në heshtje, fytyra e tij transformohej çdo sekondë. Së pari mosbesimi, pastaj konfuzioni dhe në fund zemërimi i përmbajtur i dikujt që po sheh gjithë jetën e tij të shembet. Kur videoja mbaroi, ai qëndroi në heshtje për minuta të tëra. Mirela mund të dëgjonte zemrën e saj duke rrahur. Arbeni më në fund ngriti syt dhe ajo pa lot aty. Faleminderit që pate guximin të më tregosh. Faleminderit që mbrojte nënën time. Unë as nuk di çfarë të them. Më besoni atëherë? Të besoj. Dhe do ta çojmë këtë video në polici që sot. Por më parë duhet të konfirmoj diçka. Kjo shishe që ajo po përdor duhet të di se çfarë ka brenda. Mirela nxori shishen nga çanta, ende e mbështjell me leckë. E mora dje, zoti Arben. Para se ta përdorte përsëri. Arbeni e mbajti shishen sikur të ishte një bombë gati për të shpërthyer. Do ta çoj për analizë. Dhe ndërkohë, Valbona nuk duhet të dyshoj asgjë. Dua që të vazhdosh të sillesh normalisht duke u kujdesur për nënën time, duke e mbrojtur atë. Unë kujdesem për pjesën tjetër. Atë natë, vila dukej edhe më e heshtur se zakonisht. Mirela ushtri në shtratin e saj duke e ditur se kishte bërë gjën e duhur, por pa mundur të hiqte qafe frikën që e shtrëngonte në gjoks. Kishte sfiduar një grua të fuqishme, kishte ekspozuar sekrete që duhej të mbeteshin të fshehura. Dhe nuk e dinte se çfarë pasojash do të vinin, vetëm dinte se nuk mund të kishte qëndruar në heshtje ndërsa një jetë po vidhej pik pas pike, filxhan pas filxhani, ditë pas dite. Në katin e sipërm, zonja Drita flinte e qetë për herë të parë pas shumë javësh. Dhe në dhomën kryesore, Valbona shikonte tavanin, pa e ditur se rjeta rreth saj po mbyllej dhe se punonisja e padukshme që ajo kur nuk e kishte vënë re me të vërtetë, do të ishte shkatërimi i saj. 3 ditët në vijim ishin më të gjatat në jetën e Mirelës. Arbeni e çoi shishen për analizë në një laborator privat, duke kërkuar fshehtësi absolute dhe urgjencë.
Ndërsa prisnin rezultatin, jeta në vil vazhdonte në një normalitet të detyruar që të mbyste frymën. Mirela kujdesej për zonjën Drita me vëmendje të dy fish, duke mos e lënë kur vetëm, duke kontrolluar gjithmonë gjithçka që ajo hante apo pinte. Valbona e vuri re ndryshimin, por nuk tha asgjë, vetëm vëzhgonte me ata sy të ftohtë që nuk zbulonin mendime. Arbeni filloi të punonte nga shtëpia, diçka që nuk e bënte kurrë. Thosh se duhej të ishte pranë së ëmës, por Mirela e dinte të vërtetën. Ai po vëzhgonte gruan e tij, duke pritur rezultatin që do të konfirmonte të paimagjinueshmen. Tensioni në shtëpi ishte i prekshëm, sikur të gjithë të merrnin frymë me të njëjtin ajër të rënd dhe helmues. Ishte një mëngjes të enjte, ndërsa një shijimët binte mbi Tiranë, kur Arbeni mori telefonatën nga laboratori. Mirela ishte mjaft afër për të parë ngjyrën të ikte nga fytyra ndërsa dëgjonte. Kur e mbylli telefonin, ai e thiri përsëri në zyrë. Rezultati erdhi. Ishte arsenik, Mirela. Arsenik në doza të vogla, të llogaritura për të shkaktuar simptoma kronike që imitojnë sëmundjet degenerative. Nëse nëna ime do të vazhdonte ta pinte atë brenda disa javësh, ndoshta një muaj. Ai nuk arriti ta mbaronte fjalinë. Mirela ndjeu një të dridhur t'i përshkonte gjithë trupin. Arsenik. Helm i vërtet. Nuk ishte më një dyshim apo paranoj. Ishte tentativë vrasjeje që po ndodhte brenda asaj shtëpie, nën llambadar kristali dhe piktura të shtrenjta. Do të thërrisni policin tani? Do ta bëj. Por më parë duhet të kuptoj pse. Duhet ta dëgjoj nga goja e saj. Duhet të di se si gruaja me të cilën ndava jetën time, shtratin tim, ëndrat e mia, arriti në këtë pikë. Arbeni e dërgoi Mirelën të thërriste Valbonën. Ajo ishte në dhomë, duke u bërë gati për të dalë. Kur zbriti dhe pa të shoqin në zyrë me atë shprehje serioze, diçka ndryshoi në fytyrën e saj. Ishte sikur e dinte instinktivisht se loja kishte mbaruar. Duhet të flasim, Valbona. Ulu aty. Ajo ul, duke kryqëzuar këmbët me elegancë të studiuar, por Mirela vuri re se duart i dridheshin lehtë. Për çfarë, i dashur? Arbeni hodhi raportin e laboratorit mbi tavolinë. Për këtë. Për arsenikun që ti po i hedh në çaj nënës sime për javësh. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Valbona u zbe, por shpejt e rimori shprehjen. Nuk e di për çfarë po flet. Kjo është qesharake. Vërtet? Atëherë shpjegoje këtë video. Arbeni shfaqi në kompjuter regjistrimin që kishte bërë Mirela. Valbona e shikoi në heshtje dhe kur mbaroi, diçka u thye brenda saj. Maska e elegancës dhe kontrollit ra, duke zbuluar një grua tjetër, të ashpër, të hidhëruar. Në rregull, më kape. Urime. Duhet të jesh i lumtur, apo jo? Gjithmonë ke qenë djali perfekt, njeriu që ja ka dalë vetë, biznesmeni i suksesshëm që nuk i harron kurrë rënjët e tij modeste. Sa bukur. Sa frymëzuese. Zëri i saj rrifte sarkazëm dhe zemërim. Arbeni u ngrit, i pabesueshëm. Ti u përpoqe të vrisje nënën time dhe je e zemëruar me mua? Çfarë ka ndodhur me ty, Valbona? Çfarë ka ndodhur? Vërtet do ta dish? Atëherë do të ta tregoj. Kur u martuam, mendova se po martohesha me një burr ambicioz që donte të pushtonte botën. Dhe e pushtove. Por e di çfarë erdhi bashkë me të? Ky obsesion i sëmur me mamicën tënde të dashur. Gjithçka është ajo. Çdo darkë, çdo bisedë, çdo vendim. Dhe kur më në fund vendose ta sillje të jetonte këtu, ishte pika që derdhi gotën. Mirela dëgjonte gjithçka nga cepi i zyrës, ku Arbeni i kishte kërkuar të qëndronte. Ishte e shokuar nga ftohtësia e Valbonës, nga mënyra mizore se si fliste për zonjën Drita. Nëna ime nuk të ka bërë kur asgjë, Valbona. Nuk më ka bërë asgjë? Më ka bërë gjithçka. Krahasime delikate. Ato komentet se si unë nuk di të gatuaj, se si shpenzoj shumë, se si gratë e brezit të saj ishin më të forta dhe më të përkushtuara. Më shikonte sikur nuk isha mjaftueshëm e mirë për djalin e saj të çmuar. Dhe ti? Ti kur nuk më mbrojte. Gjithmonë mbaje anën e saj. Arbeni tundi kokën, i pabesueshëm. Kështu që vendose ta vrisje? Ky ishte plani yt? Valbona qeshi, një tingull i hidhur dhe pa humor.
nuk ishte vetëm kjo, Arben. Apo mendon se unë nuk di për borxhet? Për kredit që more për të shpëtuar kompaninë vitin e kaluar? Për sigurimin e jetës që i bëre nënës tënde, duke më vënë mua si përfituese nëse diçka do t'ju ndodhte ju të dyve? I pash letrat, Arben. 200.000 euro. Para të mjaftueshme për të rifilluar jetën time larg gjithë kësaj. Zbulesa ra si një bombë. Mirela ndjeu stomakun t'i përmbysej. Pra kjo ishte. Nuk ishte vetëm urrejtje apo xhelozi. Ishin paratë. Gjithmonë ishin paratë kur njerëzit tregonin se kush ishin në të vërtetë. Ti je një vrasëse, tha Arbeni me zë të ulët dhe të kontrolluar, por që dridhej nga tërbimi. Ti planifikove të vrisje nënën time përpara dhe sepse nuk e pëlqeje. Dhe unë, i verbër, të besoja. Flisja pranë teje çdo natë pa e ditur se ndaja shtratin me një person të aftë për këtë. Valbona u ngrit me sytë që i shkëlqenin nga lotët që dukeshin më shumë zemërim se sa pendim. Unë kisha një jetë tjetër para teje, Arben. Kisha mundësi, zgjedhje, ëndra. Dhe i ndërova të gjitha për këtë martesë, për këtë jetë si grua trofe, gjithmonë duke buzëqeshur në festat e tua, gjithmonë duke luajtur rolin e gruas perfekte. Por askush nuk pyeti se çfarë doja unë. Askujt nuk i interesoi nëse isha e lumtur. U shova, saktësisht si ajo punonisja atje në cep, e padukshme. Mirela e ndjeu krahasimin si një shuplak. Si guxonte Valbona të krahasonte jetën e saj të luksit dhe privilegjit me të sajën. Si guxonte të viktimizoi kur po përpiqej të vriste një të moshuar të pambrojtur. Dallimi është se unë kur nuk do të vrisja askënd për të marrë atë që dua, tha Mirela me zë të vendosur. Dhe ju gjithmonë keni pasur zgjedhje. Zonja Drita nuk ka pasur. Gjithë jeta e saj ka qenë punë e rëndë dhe sakrificë. Dhe ju, që keni pasur gjithçka gati, vendosët t'i jepnit fund jetës së saj për egoizëm të pastër. Valbona e shikoi Mirelen me përbuzje. Ah, heroina e historisë. Punonisja e guximshme që shpëtoi ditën. Çfarë klisheje patetike. Mendon se ai do të shpërblej? Se jeta jote do të ndryshoj? Ti do të vazhdosh të jesh ajo që ke qenë gjithmonë, asgjë. Mjaft. Bërtiti Arbeni duke përplasur dorën mbi tavolinë. Policia është rrugës. Ti do të përgjigjesh për tentativë vrasjeje. Dhe do të paguash për çdo pikë helmi, për çdo herë që nëna ime u ndje keq për shkakun tënd. Në atë moment, dera e zyrës u hap. Zonja Drita hyri, e mbështetur në një rrethore, me fytyrën e shenjuar nga dhimbja dhe kuptimi i asaj që sapo kishte dëgjuar. Ajo kishte zbritur shkallët ngadalë, e tërhequr nga zërat e lartë, dhe kishte dëgjuar gjithçka. Pra ishte e vërtet, tha e moshuara, me zë të dridhur. Ti u përpoqe të më vrisje, vajzë. Brenda shtëpisë së djalit tim. Nën të njëjtën çati. Valbona shikoi vjerën dhe, për një çast të shkurtër, diçka që mund të ishte pendes kaloi nëpër fytyrën e saj. Por ishte shumë e shpejtë, e zëvendësuar nga e njëjta maskë ftohtësie. Nuk prisja që të kuptoje. Askush nuk kupton. Unë kuptoj fare mirë, u përgjigj zonja Drita. Kuptoj se ti je një grua e zbrazët që nuk e ke ditur kur se çfarë është dashuria e vërtetë. Që ngatëron rehatin me lumturinë dhe parat me realizimin. Unë e kalova gjithë jetën pa asgjë dhe isha e lumtur sepse kisha djalin tim dhe dinjitetin tim. Ti ke gjithçka dhe nuk ke asgjë, sepse sheh vetëm kërthizën tënde. Fjalët e të moshuarës kumbuan në zyrë. Minuta më vonë, ra zilja. Ishin dy policë që Arbeni i kishte thirrur në mënyrë diskrete para se të përballej me Valbonën. Ajo u mor e prangosur, ende e veshur me kostumin e saj firmato, ende e parfumosur dhe e rregulluar, por tani pa aurën e superioritetit që e kishte rrethuar gjithmonë. Mirela shikoi gjithçka nga dritarja. Pa kur makina e policisë u largua, duke e çuar Valbonën larg asaj vile, larg jetës që ajo u përpoq ta manipulonte në favor të saj. Ndjeu lehtësim, por edhe një trishtim të thellë. Sepse, në fund të fundit, e gjithë kjo mund të ishte shmangur nëse njerëzit do të dinin të bisedonin, nëse krenaria dhe ambicia nuk do t'u averbonin zemrat. Atë natë, Arbeni u ul me të ëmën në dhomën e ndenjes. Mirela solli çaj të vërtet, të përgatitur nga ajo vetë, pa sekrete, pa helm. Të tre biseduan për orë të tëra.
Arbeni i kërkoi falje së ëmës që nuk e kishte kuptuar, që kishte besuar verbërisht që për pak sa nuk e humbi. Zonja Drita, me mençurinë e saj të dikujt që ka jetuar shumë, vetëm ja mbajti dorën të birit dhe i tha se e falte, sepse të gabosh ishte njerëzore, por ta pranosh gabimin dhe ta ndreqesh ishte hyjnore. Dhe Mirela, gruaja e padukshme që u bë e dukshme kur ishte më e rëndësishme, mori falënderimin që nuk e priti kurrë, por që e dinte se e meritonte. Zoti Arben e shikoi me lot në sy. Ti shpëtove nënën time, Mirela. E shpëtove kur unë dështova. Kur nuk do të arri ta shpërblej këtë siç duhet, por mund të jesh e sigurt se jeta jote do të ndryshojë nga sot. Ti nuk je punonjëse. Ti je familje. Ato fjalë e prekën thellë në zemër Mirelën. Nuk ishte për njohjen apo premtimin e shpërblimit. Ishte sepse, më në fund, dikush kishte parë tek ajo atë që kishte qenë gjithmonë, një grua me vlerë, me guxim, me parime. Dikush që zgjodhi të bënte gjën e duhur edhe kur mund t'i kushtonte gjithçka. Javët në vijim sollën ndryshime të thella. Valbona u akuzua dhe priste gjykimin. Hetimet zbuluan se ajo kishte borxhe të mëdha në kazino online, vese që ja kishte fshehur të shoqit për vite me radhë. Sigurimi i jetës së zonjës Drita u anulua. Divorci filloi. Dhe në vilën në rrugën e ambasadave, jeta rifilloi, por ndryshe. Zonja Drita u shërua plotësisht, duke rifituar energjinë dhe kthjelltësinë. Mirela u promovua në kujdestare zyrtare të moshuarës, me pagë të drejtë dhe dinjitet. Dhe Arbeni, i poshtëruar dhe i transformuar nga përvoja, mësoi se pasuria nuk blen karakter, dhe se ndonjëherë thesaret më të mëdha fshihen në cepat më të thjeshtë të jetës. 6 muaj kaluan që nga ajo natë fatidike kur e vërteta doli në dri. Pranvera mbërriti në Tiranë duke sjellë me vete lule në kopshtet e vilës dhe një lehtësi që prej kohësh nuk ndiej mes atyre mureve. Gjyqi i Valbonës kishte përfunduar 2 javë më parë, duke rezultuar në një dënim me 8 vjet burg për tentativë vrasjeje të cilësuar. Titujt e gazetave e shfrytëzuan rastin për javë të tëra, duke e shndërruar historinë në një lloj telenovele të jetës reale që tronditi elitën tiranase. Mirela u zgjua atë mëngjes të shtunë. Me diellin që hynte nga dritarja e dhomës së saj të re, shumë më e madhe dhe më komode se e vjetra. Arbeni kishte këmbëngulur që ajo të transferohej në një nga dhomat e miqve në katin e dytë, duke argumentuar se nuk kishte kuptim të qëndronte në pjesën e pasme kur ishte praktikisht pjesë e familjes. Në fillim, Mirela hezitoi, duke u ndjerë në siklet me kaq shumë ndryshime, por ishte zonja Drita ajo që e bindi. Vajz, ti meriton rehati dhe dinjitet. Mësohu me këtë, sepse jeta po ndryshon për mirë, i kishte thënë e moshuara me atë buzëqeshje të ngrohtë që ju kthye për të ndriçuar fytyrën. Dhe vërtet po ndryshonte. Mirela tani merrte një pagë 3 herë më të lartë se më parë, kishte kontratë të rregullt me të gjitha sigurimet dhe funksionet e saj ishin ripërcaktuar. Ajo nuk ishte më punonjëse shtëpie, por kujdestare dhe shoqëruese e zonjës Drita, e fokusuar vetëm në mirëqenien e të moshuarës. Arbeni kishte kontraktuar një kompani pastrimi që vinte 3 herë në javë për t'u kujdesur për shtëpinë. Zbriti në kuzhinë dhe gjeti zonjën Drita tashmë të zgjuar, duke përgatitur kafen. E moshuara kishte rifituar plotësisht shëndetin dhe bashkë me të i erdhi një vitalitet befasues. Në moshën 72 vjeçare, ajo refuzonte të qëndronte pa punë. Ju kthye qepjes, tani si hobi, duke krijuar veshje që i dhuronte për institucionet e bamirësisë. Gjithashtu filloi të jepte kurse artizanati në një ujë të lagjes, duke u mësuar grave me të ardhura të ulta të krijonin produkte që mund të gjeneronin të ardhura. Mirëmëngjes, bija ime. Fjetë mirë? Shumë mirë, zonja Drita. Por nuk kishte nevojë të bënit ju kafen. E bëj unë. Ah, Mirela, duhet të ndihem e dobishme. Më lër të bëj diçka, përndryshe do të ndryshkem. Të dyja qeshën dhe Mirela ndjeu atë ndjenjen e mirë të përkatësisë që po i pushtonte zemrën. Ajo shtëpi, që më parë ishte vetëm vendi i saj i punës, tani dukej vërtet si një shtëpi. U ulën së bashku për të pirë kafe, duke biseduar për planet e ditës. Do të kishin vizita pas dite, fëmijët e Mirelës, Marceli dhe Julia, do të vinin për drek në vilë, diçka që ishte bërë rutinë të shtunave. Arbeni zbriti pak më vonë, i veshur me rroba të përditshme, shumë ndryshe nga ekzekutivi gjithmonë pa të meta i mëparshëm. Përvoja me Valbonën e transformoi thellësisht.
Ai hoqi dorë nga puna 15 orë në ditë dhe filloi të delegonte më shumë, duke i dhënë përparësi kohës me familjen. Gjithashtu filloi një proces terapie, duke pranuar se duhej të përballej me plagët emocionale të asaj tradhtie dhe me fajin që nuk i kishte vënë re shenjat. Mirëmëngjes, mami. Mirëmëngjes, Mirela. Si janë gratë e mia të preferuara? Mirela buzëqeshi. Ende po mësoj me dinamikën e re, me faktin që trajtohej si e barabartë, që merrte pjesë në bisedat dhe vendimet familjare. Edhe fëmijët e saj po përshtateshin. Marceli, 22 vjeç, po mbaronte fakultetin e inxhinierisë me një bursë të plotë që Arbeni ja kishte siguruar. Julia, 19 vjeçe, studionte për infermieri dhe punonte me kohë të pjesshme në një spital, por tani me më pak presion financiar fal pagës së re të SM-s. Historia e Mirelës mori për masa që ajo kur nuk i kishte imagjinuar. Pasi rasti shkoi në gjyq dhe detajet dolën në dritë, disa media e kërkuan për intervista. Në fillim, ajo i refuzoi të gjitha, nga frika dhe turpi i ekspozimit. Por Arbeni e inkurajoi, duke i thënë se guximi i saj mund të frymëzonte njerëz të tjerë në situata të ngjashme. Ti ke një zë, Mirela. Dhe ky zë mund të ndihmojë shumë njerëz. Mos ki frikë ta përdorësh. Ajo përfundoi duke dhënë një intervistë për një emision televiziv me audiencë të lartë. E ulur në studio, me dritat e forta dhe kamerat e drejtuara nga ajo, Mirela tregoi historinë e saj me të njëjtën thjeshtësi dhe vërtetësi me të cilën kishte jetuar gjithmonë. Foli për shenjat që kishte vënë re, për frikën se nuk do ta besonin, për vendimin për të vepruar edhe pse e dinte se mund t'i kushtonte vendin e punës. Reagimi ishte i jashtëzakonshëm. Mira mesazhe i erdhën përmes rrjeteve sociale që fëmijët e saj e ndihmuan të krijonte. Punonjëse të tjera shtëpie i shkruan duke treguar situata të ngjashme, duke kërkuar këshilla, duke e falendëruar që i dha zë një klase punëtorësh shpesh të injoruar dhe të nënvlerësuar. Mirela kuptoi se historia e saj ishte më e madhe se ajo vetë, përfaqësonte të gjitha gratë e padukshme që mbajnë shtëpitë pa marrë njohjen e duhur. Atëherë Arbenit i lindi një ide. Një natë, duke biseduar me të ëmën dhe Mirelën, ai propozoi krijimin e një fondacioni të dedikuar mbrojtjes dhe vlerësimit të punonjësve shtëpiak. Fondacioni do të ofronte kurse kualifikimi, ndihmë juridike falas, mbështetje psikologjike dhe një kanal anonim denoncimi për rastet e abuzimit. Emri i zgjedhur ishte sugjerimi i zonjës Drita, Instituti Vështrim i Vëmendshëm, në nder të aftësisë së Mirelës për të parë atë që të tjerët nuk e shihnin. Mirela do të ishte drejtoresha sociale e fondacionit, duke punuar drejt për drejt me përfitueset, ndërsa vazhdonte të kujdesej për zonjën Drita. Ishte një fazë e re e jetës së saj, një fazë që ajo kur nuk e kishte ëndërruar se ishte e mundur. Atë pasdite të shtunë, kur fëmijët e saj mbërritën për drek, Mirela i priti në derën kryesore të vilës, jo në atë të pasme. Ishte një gjest simbolik, por i ngarkuar me kuptim. Marceli dhe Julia e përqafuan të ëmën me krenari të stampuar në fytyrë. Ata e dinin se çfarë kishte kaluar, rreziqet që kishte marrë, dhe e admironin pa mas për këtë. Dreka ishte e gjallë. Zonja Drita tregoi histori nga koha kur Arbeni ishte fëmijë dhe ajo qepte deri vonë për t'i bler fletoret e shkollës. Arbeni kujtoi vështirësitë që kishin kaluar dhe se si vendosmëria e SM-s e frymëzoi të mos dorëzohej kurrë. Dhe Mirela, e rrethuar nga ata njerëz që ishin bërë familja e saj e dytë, ndiu një mirënjohje të thellë për jetën dhe për zgjedhjet që kishte bërë. Pas drekës, shkuan të gjithë në kopsht. Arbeni kishte urdhëruar ndërtimin e një belvederi dhe ishte aty ku ata pëlqenin të pinin kafe dhe të bisedonin. Pasditja ishte e mrekullueshme, me qiell të kaltër dhe një flak të lehtë që lëkunte lulet. Mami, Mirela, kam një lajm për ju, tha Arbeni, me një shkëlqim të veçantë në sy. Instituti Vështrim i Vëmendshëm është zyrtarisht i regjistruar dhe funksional. Tashmë kemi 50 punonjëse të regjistruara, 3 avokate vullnetare dhe një partneritet me bashkinë për të zgjeruar projektin. Dhe më shumë, kam marrë një propozim nga një rrjet televiziv për të bërë një dokumentar për historinë tuaj, duke treguar rëndësinë e respektit dhe dinjitetit në punën shtëpiake. Zonja Drita duartrokiti, e emocionuar. Biri im, çfarë krenarie. Ti e shndërrove një tragjedi në diçka të bukur. Nuk isha unë, mami. Ishte Mirela. Ajo pati guxim kur unë isha frikacak. Ajo pa kur unë isha i verbër. Mirela ndjeu lot në sy. Nuk ishte merita ime vetëm.
Ishte një punë e të gjithëve. Ju më mësuat se çfarë është mirësia e vërtet, zonja Drita. Dhe ju, zoti Arben, më mësuat se ka njerëz të mirë të gatshëm të bëjnë gjën e duhur kur zbulojnë të vërtetën. Dielli filloi të perëndonte duke e pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe rozë. Aty, në atë kopsh që më parë ruante sekretet e errëta, tani lulëzonte shpresa. Vila nuk ishte më një skenë komplotesh dhe gënjeshtrash, por një shtëpi ku njerëzit respektonin dhe kujdeseshin për njëri tjetrin. Javë më vonë, Mirela ishte në zyrën e institutit vështrimi vëmendshëm, duke pritur një punonjëse të re që vuante abuzime në shtëpinë ku punonte. Dëgjoi historinë e vajzës me vëmendje, shënoi të gjitha detajet dhe e drejtoi për të ndihma juridike. Para se e reja të largohej, Mirela i mbajti dorën. Ti nuk je vetëm. Puna jote ka vlerë dhe ti meriton respekt. Kur mos lejo askëm të bëj të besosh se je e padukshme vetëm sepse pastron shtëpitë e të tjerëve. Ne jemi të gjitha të dukshme dhe dinjiteti ynë nuk varet nga miratimi i askujt. E reja doli nga zyra duke qarë, por ishin lot lehtësimi. Për herë të parë, dikush e kishte besuar. Kur Mirela u kthye në vilë në fund të ditës, gjeti zonjën Drita në dhomën e ndenjes, duke qepur një batanie për ta dhuruar. E moshuara ngriti sytë dhe buzëqeshi. Si shkoi dita? Intensive, por e mirë. Ndihmova një vajzë sot. Mendoj se bëra një ndryshim në jetën e saj. Jam e sigurt që po, bija ime. Ti e ke këtë dhunti për t'i parë njerëzit dhe për t'i bërë ata të ndihen të rëndësishëm. Mësova nga mësuesja më e mirë. Të dyja u përqafuan dhe në atë moment Mirela kuptoi se udhëtimi i saj nuk kishte qenë i kollë. Ajo nuk ishte më gruaja e padukshme që hynte nga dera e pasme. Ishte Mirela, një grua me guxim, me parime, që e shndërroi dhimbjen e saj në qëllim dhe padukshmërinë e saj në dritë për njerëz të tjerë që ende jetonin në hije. Historia e Valbonës përfundoi në një qeli të ftohtë, duke paguar për zgjedhjet e saj. Por historia e Mirelës sapo kishte filluar, duke provuar se heronjtë e vërtet jo gjithmonë veshin pelerina apo jetojnë në pallate. Ndonjëherë ata veshin uniforma të thjeshta dhe kanë duar të kallojzuara, por mbajnë në gjoks një zemër aq të madhe sa për të shpëtuar jetë dhe për të ndryshuar fate. Dhe kështu, në rrugët e zhurmshme të Tiranës, mes zhurmës së makinave dhe nxitimit të përditshëm, një vilë në rrugën e ambasadave u bë simbol se e vërteta gjithmonë fiton, se guximi nuk zgjedh klasë shoqërore. Dhe se ndonjëherë personi më i rëndësishëm në një shtëpi është pikërisht ai që askush nuk e sheh zakonisht. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Mirelës, zonjës Drita dhe Arbenit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me guximin e kësaj gruaje që zgjodhi të bënte gjën e duhur edhe kur gjithçka ishte kundër saj, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. A do të kishit pasur të njëjtin guxim si Mirela? A keni kaluar ndonjë situatë të ngjashme? Ndajeni me ne. Çdo ditë ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe festojnë heronjtë e padukshëm që na rrethojnë. Mos harroni të aktivizoni zilen e njoftimeve për të mos humbur asnjë episod. Ju presim në historinë e radhës, e cila premton të emocionojë edhe më shumë. Deri atëherë, mbani mend, kur mos e nënvlerësoni fuqinë e atij që sheh atë që të tjerët preferojnë ta injorojnë.